Kultura në Kosovë nuk njeh politik. Një dirigjent serb që drejton një koncert të institucionit më të lartë shtetëror muzikor është prova. Midis veprave të repertorit botror, i besohet edhe vepra e kompozitorit nga Kosova. Në ndrejtimin e Premil Petrovicit, programi i së premtes mbrëma u hap me Pasagalja të Bakia Sharit dhe vazhdoi me koncertin për dy piano të Francis Poulenc, me solist Patrick O'Byrne dhe Artem Jasinski në dialog magjik. Koncerti u mbyll me simfoni numër 7 të Beethovenit, me tinguj që rimojnë lirinë që sipas dirigjentit i përgjigjet mirë situatës në rajon e në botë. Në ateljen e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve, koncerti që ansambël i madh tingujsh që u shndruan në emocion e muzika në gjuhë të përbashkët përtej kufive. Paskalja e Bakia Sharit e shkruar më 1979, bartë atmosferë të thellë emocionale, ku shtresëzimet harmonike dhe zhvillimi gradual i temës krijojnë një lloj atmosfere thuaja meditative. Që një hyrje që vendosi tonalitetin e koncertit të ndërtuar me ndjeshmëri e finesë artistike. Për pjesën ndërmuese të publikut, vepra që është prej të parave të Jasharit ka qenë premier. Autori i veprës ka thënë se ajo mbasi është interpretuar 2 dekada më parë në Kosovë. Interpretimi i sonte për mua ishte gjithmonë është emocionues, edhe kësaj radhe, as më tepër që po interpretohet nga Filharmonia e Kosovës, dhe nuk e moj mend kur është interpretuar më parë. Duket që edhe një herë, po shumë, ndoshta ka 20 vite, ndoshta me dirigjentin Bariçela më duket ka qenë, me njëherë pas luftës. Është shprehur se nuk është vepër e lehtë për t'u interpretuar. Unë e përgëzoj instrumentistët për mundin, nuk është vepër e lehtë për interpretim, është vepër në stilin ekspresionist, e shkruar me stilin kompozicional, themi tekniko-kompozicional dodekafonik, që do të thotë muzikë seriale është shumë specifike dhe kërkon pothuajse një matematikë brenda kompozimit. Por esenca është si të nxirret muzika nga gjithë ajo rregull që është shkruar kur shkruhet Pasakalja. Kështu që mirë, unë mendoj që ka qenë një domethënë përjetim i veçantë edhe për publikun, se besoj që se kanë dëgjuar shumë pak, ndoshta dikush e njohin këtë vepër. Dirigjenti nga Beogradi që jeton e vepron në Berlin, Premil Petrovic, e ka konsideruar të shkëlqyer veprën e Jasharit. That was first time that I'm conducting his music. Kjo është hera e parë që dirigjoj një vepër të tij. Është një kompozim i shkëlqyer i shkruar në fund të viteve 70, kur ai ishte student në Ljubljanë. Për mua është shumë domethënëse që koncertin tim të parë me Filharmoninë e Kosovës ta hap me një kompozitor vendas. Dhe fakti që kjo vepër nuk është interpretuar më parë nga Filharmonia e bën gjithçka më emocionuese. All together is very exciting. Skena u gjallërua nga koncerti për dy piano i kompozitorit francez Francis Poulenc. Qenjë shpërthem energjie, ritmi dhe virtuoziteti. Pianistët Patrick O'Byrne nga Irlanda dhe Artem Jasinski nga Ukraina sollën dialog muzikor ku bashkëveprimi i tyre i natyrshëm çoi drejt interpretimit plot ngjyra. Për pianistin Artem Jasinski është hera e tretë që ka interpretuar para publikut në Prishtinë, paraprakisht më 2024 e 2025 në festivalin Chopin Piano Fest. Jasinski ka konsideruar veprën të bukur e energjike, se i ngjan kryeqytetit. Different
characters, and for me it's like to play. Është një muzikë plot karaktere të ndryshme dhe për mua ka diçka shumë moderne, sepse në çdo pjesë ndryshon diçka. Është si të ecësh në Prishtinë, sheh pamje të ndryshme, njerëz të ndryshëm, dikush duke folur, dikush duke qeshur, dhe për mua kjo vepër lidhet në një mënyrë me vetë qytetin. Talking or like somebody laughing or something else. So for me it has something to do like also with the city, this piece. Pianisti irlandez Patrick O'Byrne e ka konsideruar mision të veçantë çdo interpretim në veprat me dy piano. Ka thënë se nuk është e lehtë për shkak të natyrës së instrumentit. You don't really feel the music together. And if you have to keep looking to make sure everything. Nëse nuk e ndjeni muzikën të dy dhe të duhet vazhdimisht të sinkronizosh notat, atëherë interpretimi bëhet i ngurtë dhe jo natyral. Për të krijuar një duo natyrale, duhet të njesh shumë mirë muzikalisht me partnerin. Unë e njoh Artemin prej 16 vjetësh. Ai erdhi në Bremen ku unë jap mësim për të studiuar me mua. Ishte një pianist i ri, jashtëzakonisht i talentuar dhe punuam më shumë gjëra së bashku. Ai fitoi konkurse dhe arriti suksese të mëdha. He studied in my class, and we worked and worked and worked and worked at lots of different things, and he won competitions and he did marvelous things. Pjesa e dytë e koncertit ka qenë kulmi i mirëfillt artistik. Me ritmet e saj të fuqishme dhe energjinë e pandalshme, Simfonia nr. 7 e Ludwig van Beethovenit është shpalosur si festë e gjallë e jetës dhe e lirisë. Sipas dirigjentit, vepra është pikërisht ajo që i dëshiron rajonit dhe botës. Ai ka thënë se ndihet thellësisht i turpëruar dhe i revoltuar nga politika serbe. Është një realitet i dhunshëm dhe shumë i trisht. Ftesa e drejtorit dhe menaxherit të përgjithshëm të Filharmonisë së Kosovës që unë si dirigjent serb të drejtoj këtë orkestër, tregon se ky vend është i emancipuar, në zhvillim, me i lirë dhe me demokratik, vlerat që ne do të dëshironim për vendin tonë. Ndërkohë në Serbi, nuk e di kur një dirigjent shqiptar nga Kosova do të mund të dirigjoj orkestrën filharmonike të Beogradit. Kjo flet shumë për dallimet mes këtyre dy vendeve. Ju përgëzoj për zhvillimin dhe emancipimin tuaj. Filharmonia e Kosovës ka mbajtur koncert edhe të shtunën. Ansambli vokal i Filharmonisë së Kosovës ka performuar në autostrada Hangar, në Prizren, në drejtimin e Rafet Rudit.